Një gjykatë federale në Shtetet e Bashkuara ka ndaluar një pjesë të madhe të tarifave tregtare të vendosura nga presidenti Donald Trump, duke argumentuar se ai ka tejkaluar autoritetin që i jep ligji. Vendimi dhënë nga Gjykata e Tregtisë Ndërkombëtare në Manhattan përbën një sfidë serioze për politikat e presidentit aktual dhe mund të ketë ndikim të gjerë në marrëdhëniet tregtare të SBA-s. Gjykata ndaloi tarifat që presidenti Trump kishte vendosur ndaj Kinës, Meksikës dhe Kanadas, si dhe tarifat 10% për shumicën e mallrave të importuara. Trump kishte përdorur aktin për fuqitë ekonomike ndërkombëtare në raste emergjente për të justifikuar tarifat, por gjykata vendosi se ky ligj nuk parashikon të drejtën për vendosjen e tarifave të tilla. Padia u ngrit nga bizneset të vogla dhe nga disa shtete amerikane që argumentuan se tarifat kishin rritur ndjeshëm kostot dhe kishin dëmtuar ekonominë. Administrata e presidentit Trump apeloi menjëherë vendimin dhe çështja pritet të shkojë në gjykatën e lartë. Ky vendim është përshkruar si një moment kyç në betejën për kufizimin e autoritetit presidencial mbi politikat tregtare dhe për rolin që duhet të ketë Kongresi në vendimarrjen ekonomike.